Nga 45 vite burg, ose në total 180 vjet burg, ka kërkuar Prokuroria Speciale për ish-krerët e UÇK-s, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Prokuroria Kimberly West, në fjalën e saj në seancën përmbyllëse të gjyqit më të madh ndaj ish-krerëve të UÇK-s, deklaroi se ata duhet të dënohen për krime të rënda lufte. Prokuroria ka thënë se nuk kërkohet dënim për shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, por për personat e akuzuar. ZPZ-ja kërkon vendim dënimin e personave konkret, jo për shtabin e përgjithshëm, por për personat konkret. ZPS-ja kërkon dënim për të gjithë pikat e aktakuzës, prej 45 vitesh, mbështetur në kontributet individuale, të kryera prej secilit prej personave. Këto krime janë luftë, krime kundër njerëzimit, e janë të rënda në natyrë, e këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Ajo ka pretenduar se 100 persone janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në dhe rreth 50 plus kampeve të ndalimit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kjo çështje ka të bëjë me qëllimin e 4 të akuzuarve për të fituar dhe ushtruar kontroll në gjithë Kosovën. Kjo vendoshmëri për kompetencë dhe fuqi u has me diçka, dhe kjo kishte të bënte me persona që kishin dalë si kundërshtar ose përcaktoheshin se ishin bashkëpunëtor me forcat serbe, ose zyrtar serb, ose që nuk mbështesnin synimet e UÇK-s. Sipas saj, shpesh aty përfshiheshin personat e lidhur me lidhjen demokratike të Kosovës, persona rom dhe serb. Thaqi, i cili ka shërbyer si kryeministër, ministër i jashtëm dhe presidenti i Kosovës së pavarur midis viteve 2008 dhe 2020 dhe të bashkakuzuarit me të, mohojnë të gjitha akuzat. Dhomat e specializuara të Kosovës të përbëra nga gjykata dhe avokat ndërkombëtar u krijuan në vitin 2015.